Po flasë vetëm instalacionin, kurse kjo kontrat me avokatin numër 1 është ka synim mbrojtjen e kauzave të popullit opozitar nga një narkodiktator. Është narkodiktator Edi Rama. Ju e pat, edhe rezoluta. Është klapos, që themun ju, ishin takim, ju s'mund të imaginoni reagimin e shtetarve kur ne shpjegonim 130 milion euro të zhdukura dhe incineratori nuk ekzistonte. Na duhet i ktheheshim të paktën minimumi 3 herë. 3 herë. Që u shpjegonim se si dhe pse, sepse firma ishte Edi Ramës. Kur ja u shpjegonim vrapin e tij me gërshër të thyera, e pinca me një krah, e tjerë e tjerë. Pra, kohrat i ka të numruara. 11 maj fton çdo shqiptar t'i përgjigjet thirrjes tij të brendshme, t'i përgjigjet idealeve të tij, por edhe thirrjes të miqve europian që thonë aty e pan, të kushtohet, pra ja dogjen pasaportin e Edi Ramës. Ajo që del në për studio, ajo mori një vit kuqe, iku, mori fund, u blacklistuet, nuk ka pasaportin Edi Rama.